Sot kam të ftuar në Blitz intervju njëri nga një të ri të Prishtinës, të Kosovës, i cili u bë deputet në Kuvendin e Kosovës në të parën. Pra, në kandidimin e parë është bërë deputet në Kuvendin e Kosovës. Rastet e këtilla nuk janë shumë të shpeshta, janë ekstremtralla, po më duket që janë në këtë moment për herë të parë që bëhen deputet vetëm 2, nga 2 partitë të ndryshme. Ka Lëvizja Vetëvendosje, i ka bërë shumë deputet 57, ka mundësi që janë ka më shumë të ri, po s'pi njehim ata, po flasim të partitë politike, obsesion për mi njeh ata, por të partitë ta themi kështu politike tjera, njëri është në LDK, që e ka musafir dhe tjetëri është në PDK, që ndoshta do ta kemi musafir në herë tjetër. Mërmu është ekspert i teknologjisë, biznesmen në fushën e IT-s, apo deputeti i ri Kuvendit të Kosovës, Ermal Sadiku. Ermal, mirë se vjen në Blitz intervju. Qëshini Allah, këtë përvoj një pyetje, një Kosovës të vetë, bilet LDK-ja ka bërim dhe të spëndim qëshini Ermali. Sepse LDK-ja ka pak deputet. Ra LDK-ja për hini njeri. Nështë ka qenë kombinimi plot gjonave, nështë ka qenë prezenca e mediale gjatë 4-5 viteve, edhe pse në prezencë mediale s'kom qenë shumë i zëshëm. Pak njerëzve i kujtohna me naj moment se s'kom pas diçka kështu spektakolare gjatë paraqitjeve, kom qenë ma i një trajtshëm, ma konstant mendime, po ndoshta për votuesin e LDK-s kjo ka qenë vlerë, që s'kom qenë i anshëm, nuk kom bërtit, s'kom ofendu edhe votuesi i LDK-s pak a shumë e kërkon këtë përfaqësuese që ashtu njihet edhe ai vet, ndër që kjo më ka ndihmu shumë familja, shoqëria, gjithë njerëzit për rreth, edhe ndoshta momenti ka qenë që në synin e votuesit LDK-s është kërkuni një fytyrë e re për shkak të kozgjatjes së partisë, edhe ndoshta komplet aspekti i teknologjisë, sepse tash teknologjia është industria më e fuqishme në botë, shumë tri që janë rrit në 20 vitet e fundit nëpër këtë industri, kanë kaluar në këtë industri, e kam pa një farë shprese te unë, që shpresoj nuk ish gënjej edhe bashkëdyzimi këtë këtyre informatave. Nuk është që kum bo diçka spektakolare në fushat, se kum pas as kohën as vetë me bo diçka. Jo, s'ka pas kohë. S'ka pas kohë, 2 javë ka qenë fushat edhe kanë qenë dikun 10 ditë. Fushat spektakolare është rezultati. Ndoshta, po... Realisht. Veç ajo... Dhe ato për vetëvendosje spektakolare është rezultati. Fushat spektakolare s'ka pas kërkush. Jo, s'kemi pas as mundësi, as kohë, as kapacitete dhe vullneti pak i njerëzve, sepse kanë kaluar për shumë. Edhe ndoshta këto është fair për me përmend që une ishte hera e parë që hina me një fushat, ndoshta kom qenë pak më energjik, sepse shumica e njerëzve që kanë qenë kundër kandidat të partisë, ose të partive opozitare kundërshtare, i paten kalu 3 parë zgjedhje. Qoftë direkt, qoftë indirekt, qoftë duke ndihmu partinë. Edhe kur vjen zgjedhjet e 4-ta për disa prej tyre, kanë qenë pak të lodhën, kanë qenë të lodhën emocionalisht, fizikisht, financiarisht, gjitha këto në kombinim. Edhe unë kom marrë si fytyrë i re për herë parë, unë bilej kom gustë në fushat, i thesha mendjes po pres në zgjedhjet prillit, me arë se filloj me m'pëlqy krejt. Edhe ata veç kur i thesha, unë jam tu pregadit për zgjedhjet e prillit ose të marsit, e vrejsha një farë shikimit, po qenë. Edhe kjo ka qenë, kombinimi ke këtyre çana. Përmend këtë punën e daljes media, hapësirës publike, ke marrë pjesë për debate, po thuhet që s'ke qenë spektakular. Po mos ndoshta edhe po ta bëj edhe temë diskutimi edhe si pyetje, mos ndoshta të qenit spektakular, të bën interesant për diskutim në për kafene, për të bjen lajka e komente në rrjetet sociale, po ndoshta veç të qenit spektakular, nuk sjell vonë, ndoshta vot po sill ka përmbajtja. Dhe në këtë rast po them të dy jo që keni, edhe ju dhe Arjan Tahiri në PDK, nuk është që keni që asë Arjani s'ka qenë spektakular në deklarata, përkundazi ka qenë i rrafsh dhe i but, garen ka pas madhe, por jeni i vlerësuar nga publiku. Mos na jem të këty jep shumë pesh të qeni spektakular. Pajtohna me një aspekt. Dhe gjëtë e cilat ka dëshmu që e ke pas gabim që është e me që s'ke qenë spektakular. Potencialisht, se ti ishe edhe pak teren e sheh ku je. Po që kuptoj, ndoshta ka të bëj pak edhe me votuesin edhe përfaqësimin e partisë politike.
kur po them spektakular, për shembull, kemi raste tek lëvizja vendvendose që disa për njerëzve që kanë qenë medial, edhe kanë përdor ofendime ndaj luftës ose kanë përdor fjalë jo të mira, ata kanë pas sukses. Sepse mendoj që një votuesi lëvizje vendvendose e lyp një farloj personi që i përfaqëson që është më agresiv, ofendues, linçues, shantazhues e të tjerë. Vjen keq që po e them këto, por kjo është vërejtë edhe në vota. Njerëz të cilët kanë dalë dhe kanë bë këtë duel politik duke u kap me persona që kanë reprezentu luftën. Kur të qofshin ata, në lëvizjen vendendose kanë pas sukses në vota. Të njëjtit nuk e kishin pas këtë sukses në LDK, PDK ose në partitë e tjera. Kështu që unë mendoj që secili person duhet me ditë pak kur del fol në për debate politike, me fol çashtu që është vetë, me shpreh ato që është vetë, dhe pastaj nëse tenton të bashkangjitet ose ka ide të bashkangjitet një parti politike, me ju bashkangjit asaj partive politike në cilën beson. Sepse nëse ti gjithë jetën ke qenë i tillë linçues, ofendues, edhe tani tenton me shku në LDK s'ki me marrë vota. Po nëse çaj person shkon në VV-n me ne që i merr 100.000 vota, kështu që kjo është pa edhe me numër të vota edhe me qasjet njerëzve. Nëse është një person ndoshta më agresiv, më kontrollues. Po jo të gjithë që kanë marrë vota në VV, edhe të gjithë në fakt një pjesë e madhe që janë në 10 qytet parë, në 20 qytet parë, nuk është që kanë përdorur një gjuhë të madhe linçuese. Ata 10 qytet parë janë persona që kanë marrë vota ashtu kështu për shkak sasisë të madhe të votave. Po ti keni person i cili kishte marrë nuk ja di emrin, domethënë 40 sa mijë vota, i cili kryesisht nëpër paraqitjet e tina në TikTok, në media sana është duke qenë pak ofendues, kritikues, ma banal, me thonë ashtu, se ki njerëz, se kemi këtë rastin e kësaj aktores e cila u kap me zotin Lushtaku, e cila zashtu mu numër të madh votave. Dhe me thonë, pi votuesit vendosit po lypet që kë përfacim, nuk e di pse, pi një pjesë të tyre, ndoshta jo për gjithëve. Po, kur je dalë në teren, se pak, për me po më interesën se për mu është kurreshtje po në kuptimin pozitiv. Kurreshtje në kuptimin pozitiv, kur je dalë në teren, për shkafit kanë thonë njerëzit që po të njohin. Pyetja mi. Qëre, e para punës, unë i kam dikon gjatë 4 jave politike, kështu, jetës tam politike, i kam dikon një 3 orë gjumë në ditë. Kështu që tereni ka qenë ndoshta fuqia jam ma e madhe, edhe e thash kjo ka qenë arsye sepse për mua ka qenë hera parë dhe kam qenë fizikisht ma i gatshëm me u marrë me këtë punë. Shumica më ka njoft prej nështë 50% më ka njoft për medjave, për paraqitjeve të mija në debate. Dhe më thonë të kam përcjell? Po. Dhe të kam bajt men? Po. Se me të përcjell, po përcjell në shumë studi? Interesant. Më kanë bajt men, po jo për një deklarat interesante, po më kanë bajt men se një njeri cili e ka dhoni menim të vetin. Edhe që kjo mu më ka përcjell të në kohën. Unë mendimet e mija, qoftë edhe ato të gabumet, edhe kom pas shumë mendime edhe fjalë gabume, kanë qenë mendime të mia. Sepse kur je analist, edhe ti je më gjatë se unë, na morëm sa dush gabime kom. Bojna gabime sepse na duhet me supozu shpesh. Duhet me supozu informata të cilat nuk i kemi. Edhe tash, nëse neve na është thonë që tema është ku di një proces i cili është në ndodhje, ose s'ka ndodhur ende, ose pritet me ndodhë, ne duhet me supozu diçka, ne duhet me dhonë mendime. Natyrisht. Sepse ti ftohesh aty me fol, nuk ftohesh me që kjo është dalimi për mendim tim mes një opinionisti edhe një analisti, sepse nuk është ideja vetëm me analizu një proces të përfunduar. Ideja është me dhënë edhe opinioni për një proces që s'ka nis. Po, na jena kryesisht opinionist. Pikërisht. Kështu që kur jep opinione, gabon. Por gabimet e mia asnjëherë nuk kanë qenë të anshme për një qëllim të caktuar, kanë qenë sepse në atë moment caktuar komendua ashtu. Edhe mendoj që votuesi e ka vlerësuar këtë sen. Qoftë edhe pse nuk u pajtu me mua, edhe shumë ma kanë thonë këtë punë, kanë thonë nështë 80% kohës nuk kena pajtu me ty Ermal, po s'paku nuk kena po tendencë tëndën për me shty një proces në të cilin ti as vetë nuk e besu. Kur e shty një proces në të cilin nuk beson, bosh i pabesueshëm edhe ndaj tjerëve. Se njerëzit e ndjejnë që atë energji është vështirme, njerëzit i rrenë për një diçka caktume, por nëse ti tonkon shty një diçka ku nuk beson as vetë, ata ta ndjejnë pak energjinë, rrenën, tendencën. Edhe kjo ka qenë. E treta, unë e thash, vi prej një industrie, e cila sot në Kosovë është nëzija ma e folën për trive. Edhe ata tri,
të moshës po më intereson efekti. 13, 15, 17 vjeçare kam bisedu me prindët e vet, kam bisedu me gjyshnit e vet, kam bisedu me familjet e veta dhe më kanë përmend mua si njerin mbi cilin janë mbështet për një zgjedhje të karrierës, për një zgjedhje të profesionit, për një zgjedhje të punës, edhe kjo ka ndikuar pastaj që emri jam u shpërndo kështu si zinxhir nëpër familje, sepse gjatë kësaj pune që e kam bënë nuk kom rajt, s'kom mashtru, jo mundu mi ndihmu njerëzve sa kom mujt. Ndoshta kjo nuk ka qenë aq e madhe sa u pa në disa media ose në fushat, po mes ata ka qenë e prekshme. Ka qindra njerëz që sot janë punësu, janë trajnu për gjanave që ato ne kom ndërtu nëpër Kosovë, edhe ndoshta jo mirë apo qindra po, dhe kjo ka ndiku pastaj sepse është pasi zinxhir. Edhe pjesa tjetër pastaj ndoshta një 10% është gjithashtu njerëz që më kanë njohur për familjes, familja jam sot që nuk ka asnjë lidhje politike, as ka prind, as ka nona, as ka baba, familja e bashkëtorës nuk janë në Kosovës hez, domethënë nuk është që kam pas ndihmë direkte, po indirekt është fol mirë për ta sepse nuk janë familje me ndaj skandal, nuk janë familje që kanë takuar, si më thon, ndaj farë organizate politike ose diçka. Edhe kjo ka ndikuar mirë sepse e kanë pa një farë lloj pastërtie në trunin e tyre, spaku politike institucionale, edhe kanë thonë, okej, një fytyrë e re, po them kështu kushtimisht e paprekun, ndoshta mundet me na përfaqësu mirë në parlament. Si të është duk LDK? LDK-ja mua është duk... Ti s'ke qenë aktiv më herët në parti politike, domethënë ti ke hingë LDK pak para fushatës. Pak para fushatës, një 10 ditë para fushatës. Atë i njoftu edhe me LDK-n edhe me votuesin. Njëjtën kohë. Me qenë sinqert, pastaj unë ende jam duke u njoftuar me LDK. Je njoftu kështu më thon. Po, unë ende nuk i njoh gjitha strukturat e LDK-s. Unë ende nuk ja u di as numrin e telefonit as emrat. Por kam tendu gjatë asaj kohe me i njoftu sepse e kam pas edhe për shkak vota, po edhe kam dash me ditë, me mësu. Me ditë ku je? Me ditë ku jam. Paka shumë është çaj LDK që e kam pa pri jashtë, po brenda kam pa një farë dashnie çuditshme që tash ka dalë po e mësoj. Ka njerëz që janë në LDK që 30 vjet kontribuojnë për LDK-n. Që besojnë LDK, e dojnë çat filozofinë e LDK-s që është pro institucioneve, pro diplomacisë, pro marrëdhënieve të mira me perëndimin, e dojnë qatë filozofi, besojnë LDK, kur njët në shtatë, mu më thejsh normal, kur njët një punë s'na ka kry LDK, apo na e dojnë a LDK. Edhe që kjo më ka bo dhe mu ka pak me u lidhë ma shumë me qëtësen, sepse për shembull kërkesat e njerëzve që i kom takut, strukturave të vjetra, po dhe jo të struktura, njerëzve që veç votojmë, kanë qenë kryesisht kërkesat thjeshta asrit. Për shembull? Me ta tregu një gajle, me pi një kafe, me ta mjaqu telefonin, me ndihmu një proces, me kry cili proces komplet legal, veç ka me dikun i blokum për një institucioni, edhe ja ka qëshmesin blokume. Të nishin arsye, ka një dhe arsye shumë poshtra. 99.9% të kërkesave që i kom dëgju, ose lafe pri votuesve potencial të mit, kanë qenë komplet të realizueshme dhe të thjeshta, s'kan pas kur farë kërkese banale në kuptimin e punësimeve, tenderave, ç'është mendohet. Këto kanë qenë kërkesa të thjeshta. Normal, kena qef me na qu telefonin, kena qef me ardhë me na vizitu, kena qef me ardhë me na nina i gajle, edhe normal, kur blokohet një punë e caktume, me na animu me shty qatë punë. Pse nuk është kry rruga qëto? Pse rryma po nalet të s'po nalet të? Pse uji nuk është i pishëm në zonë të na? Domthon, gjana të një politikan ose një deputet, i shdosh me i ndëgju. Edhe mendoj që këto kërkesa janë kërkesa valide e përfaqësuesit popullit për një deputet. Ndoshta deputeti nuk është më shku me ndriç rrugë, po është për me ndëgju. Edhe është për me barë qatë fjalë të dikush, edhe është për me qel telefonin dhe me pi një kafe edhe me... Sepse është përfaqësuesi qatë i popullit. Është puna deputeti për mua është puna ma bujare që mundet me ta dhonë dikush. Është e vetmja pozitë në shtet e cila zgjedhet direkt pi votës popullit. Nuk ka pozita tjera, as kryeministri, as presidenti, as ministri, asnjë nuk zgjedhet pri votës. Vetëm deputeti, normal edhe asemblistat komunal, kryetari i komunës, po. Krejt tjerat janë zgjedhje të pastaj të deputetëve që përcaktojnë qeverinë, presidentin, pastaj gjykatës, prokurorët, këto janë zgjedhje të personave, por qytetari zgjedh vetëm deputetin. Edhe mendoj që kjo është një proces që deputet duhet me kuptu. Unë jam ende i ri me i tregu deputetëve tjerë këtë punë, po s'pak unë e kështu e kuptoj. Është puna ma fisnike që mundet populli me ta dhonë, mundohu me e bua të somrinë, nëse s'mundesh, largohesh, kthehesh punës tonë apo së profesionit tonë. Unë e kom me këtë qëllim, nuk e di sa kom e mujt me realizu, po dashni për me realizu kam. E bogati për prit?
Jëm bo gati për prill, me thonë drejtën Po këtë ajo pyetja. Qëre, jëm bo gati për prill sepse jam emocionalisht tash i përgatitur edhe fizikisht edhe i kom mësu gjana, unë mendoj që në prill marr shumë vota se që kom marrë në dhjetor, por dorën zemër nuk kisha pas qef me çu këtë shtet edhe një herë në zgjedhje. Nuk besoj që ky popull e meriton me dërguar një zgjedhje, zgjedhjet janë proces i lodhshëm, i kushtueshëm, i stresum, plus kur gjë nuk është stresi edhe kostoja zgjedhjeve që është stresi edhe kostoja mos formimit të institucioneve. Neve na kanë lënë 9 muaj pa institucione, tash po bëhen 1 vjet pa institucione normale. Tash e kemi një ministër, një detyrë, një kryeministër, një detyrë, një diçka, një detyrë, kësi një detyrë, por kena met pa vizion, kena met pa çështje normale. Je pa kuvend. Pra është pa kuvend funksionar që qenë 10 çanive. Do të thonë, kur je shteti më i varfër në Evropë, me shëndetësinë më dop në Evropë, me arsimin më dop në Evropë. Shteti më i varfër si është e mundshme kur qeveria po thotë që kemi zhvillimin më të lartë ekonomik. Jo, qeveria thot, po ato janë me numra, nuk këtu janë dhëna të mashme. Por numra edhe ajo. Jo, numrat gabueshëm të vërtetë, numrat manipulueshëm. Qeveria është e njoftën të na që kanë manipuluar me numra, për shembull, e përdorin shifrat e daljes pandemisë, e përdorin eksportin po se tregojnë importin, përdorin GDP-n në raport me një shtet të caktuar, po jo në raport me oportunitetin, me këjshit e tjerë, domethënë kryesisht kanë përdorur numrat manipulum. Edhe këto numrat manipulum nuk janë zbërthyr në mënyrë të pastër ndoshta prej neve, që me ditë me shkute qytetari më sqaru që çfarë të ndodh, nuk është e mirë. Çka është ndodh është e dëmshme, edhe çka është ndodh nuk matet vetëm me një diçka të caktuar që ti e nxjerr pi kontekstit, çush ka bu kjo qeveri për 5 vjet, por duhet me u mat me çka janë të bu një shtetet e rajonit, çka është të bu Evropa, çka është oportuniteti që ke mujt me e bu, sepse edhe që kjo kostoja oportune që i thonë apo edhe çka është diçka që matet, edhe diçka që duhet mu vlerësu. Nëse ti e ke pas rritjen e GDP-s 3.5%, po ke mujt me e pas 6%, ti e dëmtu shtetin tënë. Sepse ti ndoshta edhe heq mos me ekzistu një qeveri, rritjen mundesh me pas 2-3%. Po çka nëse ki një qeveri vizionare, punëtore, që i ka projekte vizionare, ndoshta mrin në 6%, 7%. Edhe që kjo është diçka që nuk është thonë këtu edhe që është manipulu shumë prej qeverisë kalume. Dhe po du më këthy te formimi i institucioneve. A ka mundësi më u bo institucione sa herë? Qeveria po bëhet. Mundet me bë, lëvizja vetëvendosje me një marrëveshje me një pjesë të minoritete, mund të siguron të paktën gjatë të nishin e duhur, me të gjatë të 7-8 asaj siguron. Por nuk bëhet, por me këto numra se ka mundësinë me zgjedh presidentin. A duket ty që është reale me pritje të kemi një, ta themi, që do të zgjedhët, do të arrijmë të zgjedhja e presidentes me një lehtësi politike. Lehtësisht politikisht. Unë nuk kam personi më i mirë më përgjigj këtë sepse je deputet. Jo, po du me ta sfegu veç argumentin. Po. Unë kam ardhur i ri në politikë dhe unë nuk kam ndaj hatërmbetje ose ndaj urrëtie ose ndaj natpit kalumës. Kështu që unë për mua personalisht qeveria është dashur më bëu edhe në shkurt vitit kalum, është dashur më bëu edhe tash, është dashur më bëu gjithmonë. Kur një parti politike fiton mbi 30%, jo 40, jo 50, po vetëm mbi 30% Kosovë, shumë lehtë duhet me bëu qeverinë. Sepse është një shtet me 1.56 milion banor, shqiptar kryesisht, dikon 90 e diçka %, që me një telefon edhe një ulje gjysore është dashur me u marr vesh. Se si jena na këtu në farë, s'është më të ndodhë në farë krize luftarake ku janë të luftu etni të ndryshme me çabodiju në problem religjioza, diçka e ndihshme. Këtu janë parti politike të Kosovës që teknikisht për 3 minuta është dashur me zgjidhë këto probleme, për mua personalisht. Pse kanë mbet këto hatërmbetje edhe këto sane, kryesisht për gjuhës shumë polarizuese, kryesisht për ofendimeve, kryesisht prej, po them kështu, keq përdorimeve politike që kanë ndodhur të 5-6 vitet e fundit. Unë mendoj që mundet me u bë qeveria, duhet me u bë qeveria. Jo mundet, po duhet. Qeveria bëhet, por presidentja. Po dhe presidentja duhet me u bë një telefon mundet zoti Kurti me bu tek cili do kryetari partive opozitare, mundën me mbajt një takim, me gjetë një emër i cili përfatëson shumicën parlamentare që teknikisht i bjen shumicën e popullit Kosovës, 80 deputet, edhe zgjedhët kjo problem shumë thjesht. Nëse ke marrëveshje politike mes partive që i kanë 80 numra, nuk po mduket që është as problem.
Po e ke përmend edhe më herët dikun që nuk e kishe përjashtuar një koalicion të LDK-s me VV-n. Po çka nëse VV-n, si më thon, tash VV-n nuk ka nevojë për numra për të ndërtuar qeverinë për një koalicion. S'dyti një parti politike, tash koalicionet funksionojnë sepse partitë politike merren vesh me njëra tjetrën, po edhe të dy partitë kanë fuqinë si më thon, kërcënimit në thojza të butë sepse mund të prishin qeverinë. Po. Në shtypje të agjendave partijake. Sot askush nuk e ka atë mundësi në një koalicion me lëvizje me vendosje. Qysh është që kish mujt më bë ky koalicion? Nuk e di sepse tash vendosja dhe Kurti kanë mundësi me bë qeverinë vet, e tham atë pjesë. Sa për president, unë mendoj që nëse diskutohet Kurti dhe Abdi Gjiko apo kushdo që do të jetë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, atëherë do të gjendet një mënyrë me bashkëqeverisë. Tash a jepet LDK-s pozita e presidentit, apo e kryeparlamentarit, apo si sa ministri, kjo let ish dasht me u zgjedh kur ka qëllim me u shty proceset përpara. Pajtona, që shumë letë është çështje 10 minutë nëse qëllimet kishin qenë pastra politike dhe të mira politike, edhe nga lëvizja vendosja. Pa a duket ty që ka qëllime të tilla të pastra dhe të mira politike? A duket ty që zoti Kurti është i gatshëm me heq dorë nga posti i presidentit kur dihet që ai post është shumë i rëndësishëm, nuk është i parëndësishëm. Përveç përfaqësimit ndërkombëtar ka rol ekskluziv në çështjet e sigurisë, për shembull në prokurorinë, AKI, gjykata jo qatë shumë, për në AKI dhe në gjykatë dhe cilat strukturat të cilat kanë qenë prokurori, strukturat të cilat kove të fundit më shumë janë në sulm të kryeministit Kurti, dhe të ata e mendojnë që duke funksionu keq. Pra është i gatshëm nga perspektiva që është ati zoti Kurti që të bëj kompromis në të punë. Unë nuk mendoj që është i gatshëm me lëshu sepse ai vetë ka treguar po don me marr kontroll totalitare, autoritare mbi shtetin e Kosovës. Dhe unë mendoj që pikësynimi i arshëm i tij është pikërisht kontrollimi i prokurorisë, gjykatës, por shumicën e këtyre gjanave veç i ka pas zoti Kurti. Unë mendoj që ai naty e ços ndryshe sepse ai edhe me i dhon nuk është problemi apo e merr ai prokurorinë, gjykatën ose AKI. Problemi jam është që ai nuk ka me pas as një zhvillim shteti i Kosovës pa marr parasysh çka merr ai, veç ka me pas degradim. Problemi jam është që edhe 90% me i fitu në zgjedhjet e prillit, prap kena me pas një Kosovë e cila nuk ka zhvillim ekonomik, nuk ka zhvillim shëndetësi, nuk ka zhvillim në arsim. Çdo unë kam esencën e problemit të ndamjes së qeverisë. Me njerëzit cilët ai paraqet, si qeveria që i paraqiti tash në propozimin që i kishte të fundit, ata njerëz nuk janë të oftë, të gatshëm, edhe nuk besoj që janë të dijshëm edhe që dojnë me i shty proceset. Jo, nuk ka asnjë parti politike resurse, përfshi lëvizje vendosje, kam thënë disa herë, nuk ka resurse njerëzore për me udhëheq një qeveri e vetme. 3 parti ose 4 mijë bëma kje bën një qeveri. Pajtona, por sidomos në qeverinë e lëvizjeve vendosje e kemi pa 5 vjet se çka kanë. E kemi përjetu, domethënë i kemi pa infrastrukturën rrugore, e kemi pa infrastrukturën energjetike, domethënë që ka qenë ndoshta të merri i komplet qeverisë. Edhe me gjitha ta, na i kemi pa, populli ka vendosur me dhënë votën, kështu që unë këtu e kam probleme që na nuk kemi me pa kur gjë të mirë. Kjo kontrolla e tij veç po tentimi për me kontrollu, por unë keq kam i me thonë si antari i LDK-s është që LDK-ja duhet me qenë pjesë e qeverisë nëse veç vije deri një marrëveshje, sepse LDK-ja si parti performon shumë më mirë kur është në qeveri se kur është në opozitë. Njerëzit që janë sot në LDK janë njerëz që dojnë me punu, dojnë me shty procese përpara, kanë dije edhe shkollim edhe përvojë për me shty proceset shtet formimit ose shtet zhvillimit përpara. Për fat keq nuk e kemi edhe se kemi mësuar, ndoshta e mësoj me kohë opozit bërjen çush ish dash me bo. Me bo opozit ndaj lëvizjeve vendosje nuk është e lehtë. Cila është opozit bërja çush ish dash me bo? Është dash me qenë tash e lehtë për mua me fol, edhe ndoshta tingëlloj pak hipokritu në këto. Sepse është pak e lehtë, por mendoj që duhet me qenë më aktiv, duhet me punu në teren shumë më shumë, duhet me taku qytetarin më shumë, duhet me qenë pak më agresiv në mendime, pak më konkret, duhet me dalë në rrugë, me protestu. Në raport me vetë vendosje dhe qeverisin e VV-s. Në raport me qeverisin e dëmshme dhe të dopë që e ka pas lëvizjeve vendosje. Unë e them një sen, po që se, unë edhe ti, kishim qenë pjesë e një qeveris, me atë sukses që e ka pas lëvizjeve vendosje. Ata ministra
në pozitë tamën tonë na kishin gjujt neve me gur, na kishin gjujt me vezë çdo ditë, e kishin blloku qeverin, ndoshta e kishin gjujt me molotova që kanë gjujt. E unë ti kemi kritikuar në televizion ose disa të tjerë. Domethënë, çka kemi bëu na ka qenë kritik civile, ka qenë kritik qytetare, e drejtë në shumicën e rasteve, edhe ne kemi gabu, shpesh edhe i kemi përkrah, sidomos unë. Po që se ishin ndru pozitat, edhe që ata njerëz kishin qenë në vendin tonë si analista, si qytetar aktiv, e ne kishim qenë me qatë sukses të tyne. Ne ishim konë të sulmum çdo ditë me... Na çfarë na kishon marrë me dalë për shtëpisë, pa aty me si vjen, po ti kanë me si vjen. Aty në jo nuk i vjen marrë, ata veç e kishin blloku komplet qeverinë me molotova dhe me kishin gjujt policë, kishin bëu gjëra që i kanë bëu. Ç'kjo është që duhet me kuptuar qytetarit, domethënë, edhe ndoshta edhe për sa na ka dënuar edhe neve sepse është ka pritë edhe ai prej neve që më qenë ma proaktiv. Atëherë Ermal, si është e mundshme? Se kena pak konfliktoz këtë mendim, këto dy mendime që i ke. Po në qoftë se opozitbërja ndaj lëvizjes së vendosje ka qenë më e butë se që duhet, pra është dashme qenë më aktive dhe më, ta themi kështu, agresive politikisht, jo agresive me mjetet e dhunshme. Atëherë, dhe në anën tjetër, si arsyton kjo hyrjen e qeveri pastaj me lëvizjen e vendosjes? Shumë më vështirë me arsyetu edhe vetëm në mënyrë me arsyetu është duke punu shumë. Çaj bjen kjo është që nëse LDK-ja apo një parti tjetër se varet me kën do të shprehim bashkëpunim, unë besoj me asken, po themi hipotetikisht nëse ka koalicion me LDK-n, atëherë personat e LDK-s që e marrin me udhëheq ato ministri duhet me punu 2 fish më shumë se ata, duhet me tregu popullit që janë më të pakorruptum, më punëtor, më të qasshëm, më dinamik, më vizionar, dhe mendoj kjo kam i tregu popullit që në zgjedhjet e ardhshme apeshe që është më mirë me pas LDK-n më të fuqishme, edhe apeshe që ka mujt me u bë nëse na e kishim pas fuqinë qeveritare. Kjo është vetëm një mënyrë. Edhe nëse e shihni për shembull qeverinë e parë Kurti kur ka qenë me LDK-n, ministrat e LDK-s që kanë qenë ministrat me performanca më të mira. Ka qenë ekstrem shkurt. E shkurt, po për çat shkurt është vrejt. Ka një muj diçka s'ka. Jo, gati 6 muaj. Jo, ministrat e LDK-s shumë pak kanë se ka vazhduar qeveria. Mirë, po disa që kanë vazhduar kanë punuar shumë më mirë se ata. Në qeverinë Thaçi që ka qenë me LDK-n, ministrat e LDK-s kanë qenë performancë shumë të mirë dhe unë mendoj sot që një pjesë arsye pse u prish ajo, sepse ka pas performancë shumë të mirë LDK-ja, apo muj me qenë gabim se s'kam qenë shumë aktiv atëherë. Domethënë, prapë mendoj në mënyrë që LDK-ja me fitu përkraje pri popullit është me hyrë në qeveri edhe me i tregu popullit se kështu punohet, po që se ne jemi pjesë e qeverisë edhe e politikë bërjes, me e thonë qatë mirë. Por në ndryshën nëse rrimi në opozit, është e kundërthonëse me qëllimet e një partisë politike at the end of the day, thonë. Pra ka qenë gabim refuzimi i vitit kaluar? Nuk e di, s'kisha guxuar me dhënë deklarat atilla se s'kam qenë pjesë S'ka lidhje, po të pyet, si më thonë ke përcjell. Edhe e ke mendimin. E kam mendimin që ka qenë gabim që s'paku nuk është marrë një vendim. Në politik, vendimet e gabume janë më pak të dëmshme se mos veprimet. Tash kjo mundet me tinglu keq, por veprimet e gabume s'paku nëse ti ke besu në qatë veprim, te populli ma vonë falen ose përkrahen sepse e ke besu qatë sen. Por mos veprimet dënohen, sepse... Që i bje shka, që më nuk këmë në mos veprim këtu? Mos veprimet kur nuk me ranë. Ku për shka? Nuk me ranë, nuk vendos diçka. Ndoshta vendosmëria dash me qenë, me najt, me kriju qeverin me AK dhe PDK. Ki fjallin me marrë një anë, mos me shku as me këta, as me ata, po me marrë vendim me shku dika. Edhe këta do të me mësu se cili person i LDK-s për mendimin tem që në politik dhe në Kosovë duhet me marrë vendime të qarta politike, qoftë edhe kur ndoshta dikush mundet me i pasit gabushme ose një pjesë, ti vendime duhesh me marrë. Edhe këto vendime duhet me qenë për marrje të pushtetit. Më kono jo që rrinë gjithmonë në opozitë, veç kritikan. Që është të tërpshme me marrë pushtet? Jo, nuk duhet me qenë e tërpshme. Për kundrazi është pjesë për çka angazhohen partitë politike. Kresht. Kjo më duket... Si një biznes me thonë, me bua biznes, pas du me fitu. Po, edhe nuk është, përkresht, ti shumë nuk e the, nuk është e tërpshme me marrë një pjesë pushtetit, qoftë edhe nësaj pushtet ndahet me një parti me cilin ke pas mos marrëveshje, edhe këtësen e dëshmën duke punu ma shumë se ata. Mas bukri e dëshmën që të mënyrë. Nëse ti punon ma shumë se ata, edhe je ma i qartë se ata, je ma i pak korruptueshëm se ata, edhe nuk lejon nepotizëm,
ja dëshmon edhe votuesit tonë që s'ka gabu, edhe ja dëshmon votuesit atij që më mirë hajrënash me votu për neve. Është shumë e thjeshtë, sado që në fillim mundet më duk e rënd për shkak të ofendimeve, të linçimeve të tyne, po mendoj që këto sanën politik duhet mu të i kalu edhe duhet me u tjetërsu, sa ma shumë. Ermal, përdo me të pyet direkt, se folim pak për prezident, a ke vot për Vjosa Osmani? Sepse ja kanë njësë deputet individualisht, për shembull Abdullah Hoxha thas s'kam vot. Dhe besoj që ka shumë të tillë që e shprehin mendimin. A ke qëndrim personal për këtë? Mas letja me thonë varet, sepse unë nuk dija ka me qenë e propozume. Nuk e dija ka me qenë e propozume. Ajo vetë po dënë me propozume. Po ajo s'munët vetë vetëm, do të me propozu... Ka një parti. Do të me propozu një parti. Unë një gjo muj me thonë sot, edhe e kom thonë që 2-3 herë, që unë këto veprimet e mija du mi bo brenda grupit parlamentar, që du me bo debatin, që du me bo kundërthënjen. Moment që partia politike del me një veprim, me një vendim, si grup parlamentar nuk dal me bo herojin aty në parlament, edhe me dal me thonë. Në moment që 100% nuk pajtona për diçka shumë të ndishme, tërhjekna për grupit parlamentar, ja lo vendin një personi tjetër dhe shkajnë shpitama tërhjekna si deputet. Nuk dal me u viktimizu ose me u heroizu. E kom përbi këtë sen, kur kom him politik, kom thonë normal, qëllimi jetë nuk është me dal me lujt herojin aty, qëllimi jetë me shty procese për para. Nëse grupi parlamentar i LDK-s vendos me e votu Vjosa Osmani, në votoj edhe unë, edhe nëse grupi parlamentar vendos mos me votu, nuk e votoj asën. Por krejt... A është zgjedhja dur? Dhe kush kish mujt me qenë zgjedhja dur nëse nuk është zgjedhja Osmani? Sipas mendimit tëm. Sipas mendimit tëm, a dhe pezën jemi në grup parlamentar, çka kështë thonë? Unë e kësha me thonë çka përfiton LDK-ja prej kësaj vote. Konkretisht çka përfiton LDK-ja si parti, edhe normal na përfaqësojmë diçka aty, edhe çka përfiton Kosova për kësaj votimi. Në sot dy pyetje kish mujt me mi spjegu dikush gjatë debatit, edhe kishim mujt me ardhë me një përgjigje konkrete çka përfiton Kosova dhe LDK-ja, atëherë normal që kisha votu. Por këto dy pyetje mujnë më u përgjigj qartë, domethënë LDK-ja kryesisht është dëmtu pi zonës Osmani Bukurshëm, kështu që këto është vështirë me devnu, duhet me di çka sa përfiton tash. Edhe Kosova ka pas një përfaqësim jo të keq, nuk muj me thonë që është përfaqësu keq pi zonës Osmani, por mu nuk më ka pëlqyer shumë një anshmëria e sajna. Çfarë është problemi? Edhe këtë sen duhet me definu qartë nëse ajo ka me qenë presidenti Arshme, duhet me definu qartë me ta se si kime mujt tash me përfaqësu komplet spektrin politik edhe qytetarin e jo me majt anë. Nëse këto dy gjana qartësohen, anshmëria dhe dëmtimi... Po qysh me qartësu, kur një qartësim ka qenë, se ka qenë një farë diskutimi i lidhjes demokratike dhe një premtimi i zonës Osmanit që do ta mbroj, si më thonë, nuk do të merr anë, do të ta mbroj, si më thonë, atë lirinë e kushtetueshmërinë e Kosovës, do të jetë një farë kontroll dhe balans ndaj pushtetit, po nuk o bë. Nuk e di si ka qenë marrëveshja atëherë. Ashtu thonë, Lumina Dëgjiku e ka thënë syre televizive këtë punë. Që ka pas një marrëveshje në parim. Po, Lidha Demokratike e Kosovës nuk ka fitu direkt asnjë gjë, por e ka votu edhe e ka bo korumin zonës Osmani. Çfarë mjafton korumi? Se për korum po flasim. Kështu që unë mendoj që zona Osmani ka marrë bërë shumë Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse komplet mandati sa një pjesë, ajo ka fituar edhe vota, por mes ata nuk ish mujt me marrë pozitën pa LDK-n. Ajo është në borxh të thellë ndaj Lidhjes Demokratike, dhe është në borxh të thellë mos themi që e ka ndërtuar karrierën komplet në Lidhjen Demokratike dhe në fund ka dalë me një pjesë të madhe të votuesve te një parti tjetër. Kështu që këto duhet mu qartësu. Nëse ka një qartësi rreth këtyre gjanave, unë as nuk kom bllokues, as nuk kom promotor, nuk kom takon. Por gjitha këto diskutime, gjithmonë, edhe deri në fund komi tentu me i bo brenda grupit parlamentar, nuk e bëj atë herojin parlament për me fitu pak vota dhe për me fitu pak dashni për njerëzve me një hipokrizit pa nevojshme, i kom bo tash edhe do vjetë, e kom bo një karierë këto, nuk e kom njetë me bo qatë. Ermal, e pom çka ndodhi në procesin e zgjedhjeve, manipulimi i brendshëm i vota mes deputetëve, rinumërim total. Nuk jena, si me thonë, jena vend i vogël. Kemi një farë qasin në internet, a kanë mujt, a jena t'ju vënu dhe a kena mujt ma herët, ose tash me janis procesin e digitalizimit plot shoqënor që përfshin edhe votimin ajo.
Mendoj që kena mujt, shumica proceseve digjitale në Kosovë nuk janë kry, do të thonë ki procesin e sistemit shëndetësor, komplet ka qenë buxheti i gatshëm, 1% është kry, ai arsimit është kry 0%, njëjta filozofi edhe ideologji edhe praktikë ka ndodhur në shumicën e proceseve në Kosovë që kanë bëjnë jo vetëm me digitalizim, me çdo gjë që ka mbetë mbrapa. Po flasim konkretisht. Kjo e numrimit votave, sepse kjo paraqitja është digjitale. Procesi është Procesi i numrimit ende është manual. Në shumë shtete të Evropës vazhdon me qenë kështu si në Kosovë, po atje po më duket besimi në institucione, po edhe besimi i qytetarit edhe respekti i qytetarit ndaj votës është më i madh se këtu. Këtu për shkak të historisë në cilën kemi kalu edhe problemet të votave që i kemi pas, nuk është dashur me jalon këtë besim qytetarëve numëruesve edhe vëzhguesve, sado që shumica prej tyre janë tepër të mirë. Po disa që e kanë kaq përdorur këtë can është dashur me digitalizu, është dashur me bëu ky proces komplet i mbikëqyrën prej makinave sepse është kosto shumë e lirë, e shpejton procesin, ja zvoglon shpenzimet Kosovës, KQZ-s, stresin qytetarëve, stresin politikanëve. Gjitha këto procese ishin thjeshtësuar me një platformë tepër të lirë edhe thjesht, e cila e bën numrimin në mënyrë automatike, e kryen brenda ditës. Qytetarët edhe politikanët e marrin vesh komplet informatën edhe e ruan votën sepse maqina nuk mundesh me korruptu bashlet, edhe me 50 euro, ato dush me korruptu platformën, është gati se pa mundun. Kështu që po pyetjen tënde është dash kjo punë me digitalizu, ka me qenë mision jemi i këtyne 4 viteve tashme që me u marr pikërisht me çfarë. Kuptoj pse se na ekranis për zero, se na ty fol për shtetet mëdha që kanë një traditë votimi 100 vjeçare. Apo kuptoj të sa pjetojnë me ndrute, e din kompanitë e mëdha pjetojnë me ndrute kompjutera, se i kanë 2000-3000 kompjutere në sumë ato. Ne kemi rënë po është një proces i madh për zeros. Për zeros, jena të folë, jemi një shtet i ri, ku ka shembull shteteve në botë që janë komplet digitalizuar. Po, në Estoni bëhet gjithçka online, s'ka nevojë. Se kena nis çashtu se na për zeros e kena nis. Tash, domethënë 2000-ën ne aty marrë shtetin për zeros, ose për 2008-s. Domethënë ka qenë shumë më lehtë se sa me prish, me ndru një sistem që e ki trashëguar që funksionon, pse me ndru? Tash me thonë që dikush s'po don me ndru për shkak të interesave. Çfarë interese janë? Me keq përdorur. Ne që ka më shumë Unë mendoj që më shumë ka paditoni edhe mungesë vizioni se sa interes. Pajtona. 100% në mungesë vizioni sepse e njëjta është transmetuar edhe në pjesë të tjera të qeverisë. Po tani shkon ajo kur skiti. Po që s'ke bë digitalizim të numrimit votave, s'ke bë digitalizim të sistemit shëndetësor, shumë e thjeshtë. Jo që s'janë kon paret, jo që s'janë kon njerëzit që kanë dashur me bëu këtë punë se kompani që s'janë kon të gatshme. Thjesht shteti nuk e ka pas vizion as ende nuk e ka. Nuk ka vizion të qartë si e shef Kosovën mas 4 vjetëve. Unë mendoj që lëvizja vendose 99% të energjisë e çon në mbajtje të pushtetit e jo në zhvillim të shtetit. Komplet energjia, politikat, ndarja e buxhetit, ndarja e pozitave, ndarja e këtyne parë shkon me i vizione se qysh me majt pushtetin sa më gjatë. Edhe kur ti e kalon ditën tu mendu qysh me majt pushtet, ti nuk mundesh me zhvillu shtetin. Sepse të shkon 1%, 2% energjisë aty. Nëse ti shkon edhe bën ideja që kishim bëu tash po dalin edhe pse s'janë shumë sigurt ashtu far me drona, pastaj do në tjera, teknikisht ti të dash me i thoni popullit që çore na çapo nuk po merresh me të vërtetën, nuk po merresh se ku është u prodhu, kush është u prodhu, sa janë kapacitetet, sa parë, ku kanë jashit, këtë gjëra, po don me dalë me tregu një farë lajmi sepse kjo e din që ndikon te votuesi. Nuk po lyp të vërtetën, po lyp PR-in, po lyp votën. Edhe ndikon edhe po të nçu votuesve, po të thonë kena me bë drona me mbrojt Kosovën me gjithçka. Edhe kjo është energjia, me pas shku çajo energji, çaq bukur e maskuar ndaj një PR-i të mbrojtjes tek zhvillimi i trive për që vërtet me bë diçka të tillë, qoftë një dronë më të vogël, unë mendoj që s'kish ndodhur këto skandale. Nëse çajo energji për me shku edhe me nda studentave ka 100 euro me mendu qysh kena me shku në prag të zgjedhje me nda, ki shku qysh me abu studentave më të mirë shkollën, konviktet, universitetin, unë mendoj që s'kish pas nevojë tani me adhu 100 euro, si ja kështë ngrit kualitetin e shkollimit. Nëse ti ton kohën ke menu qysh mi shti gratë që me qelë llogari, që aty në mja qitë do pare, që ato në fund me të votu të gjithë, e jo mja u qelë ato
mja u kry qerdhet, mja u gjithë vendet e punës, mi trajnu ato që më konë pavana që ato mos mi marrë ka 20-30 euro, 100 euro në mujtë, për mi marrë ka 600-700 euro në mujtë, e shtë zhvillu Kosovën. Po këtu komplet energjia shkon qysh me majtë pushtet. Për me mujtë me majtë pushtet ma gjatë, popullin dush me majtë pak ma të varfën. Edhe mendoj që për fat keq ashtu të ndodhë. Populli po jetë të u majtë me skema sociale, me grante, me subvencione, me pare në përfushata, me ndima, edhe na si parti opozitare nuk kena guxu me dalë me kundërshtu këtë demagogjia dhe populizëm. Sepse jeni tut që ndikon negativisht në votë. Sepse jemi tut që populli ka me pas shtirë me kuptu që qëllimi jonë nuk është me ardhë me i nalë mja u nalë paret, po qëllimi jonë është një formë tjetër që ato 100 euro me u bo 1000, po nashta jo për një muj, nashta jo në prak të zgjedhjeve, po nashta me një vizion qartë. Na do të me dojmë i tregu pëllu qëllimi jonë nuk është me t'i nalë të 30 euro ta që po t'i bon këj për fmi, po mja bo fmi stën shkollën e mirë, rrymë, siguri, shëndet mirë dhe këto gjona tjera. Nëse na mujna me depërtu me qitë informatë dhe me maj qitë informatë dhe me pas të vërtet, të qartë, unë mendoj që populli ka me fillu me kuptu, sepse vazhdimi i saj politike ekzistuese është të e shkatru, edhe herë të kuta kam i kërsit. Sa bukur shpejt, unë mendoj që kjo edhe 1 vjet 2, edhe Kosovën e qënë në humnerë që kjo ekonomi. Edhe kjo matët është e matshme, na importin e kena të na urrit çdo vjet 7 miliardë patëm 2025. Ermal, kishim pas çka me fol, po unë kam një farë termini dikun 20-25 minuta. Të falenderoj, permisoj pak vetën bom ferë, nuk është sa mujta me kontrolu, është edhe Janina Imeri që për herë parë garën dhe hynë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, nuk pja një atë garën për lokale në Ferizaj, për ajo në 2. Për mu e në shambujt mirë të gjitha këto rastet kur ata që për herë parë garojnë hynë, ka dhe shumë të tjerë që nuk kanë hy, natyrisht, ka shumë që nuk kanë hy dhe që unë mendoj që e meritojnë të hyjnë në të gjitha partitë politike, po votuesi e din më së miri se kanë dhënë me përfaqësum. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për këtë. Shpresoj që nuk kime hidh janë garën për as te as kush. Edhe unë shpresoj, po megjithatë nëse ata vendosja tenton me çu vendin në zgjedhje, na duhet me qenë përgatitur. Faleminderit shumë. Faleminderit.